Monologu e Edi Ramës me diellën për të lavdëruar Mirela Kumbaron, edhe pse irriton shumë njerëz, në të vërtetë është një zhvillim shumë pozitiv. Ai tregon se sa poshtë qëndron Edi Rama në krahasim me nivelin e shumicës apo mesatares së shoqërisë shqiptare, e cila i jep ujë në bizh të lugës në përdorimin e teknologjisë. Manovrat e Edi Ramës për të ringjallur veten qeverinë dhe mazhorancën e tij me artifice të lloj-llojshme nuk e ndryshojnë bazën e së vërtetës. Edi Rama së bashku me sistemin që ka ngritur ka vdekur. Ai është një kufon politike që ecën pasi shoqëria ende nuk ja ka bërë funeralin. Si Berisha që gjithashtu është një kufon politike që ecën që prej vitit 2013, edhe partneri i tij në sistemin e vitit 2008 nuk ka më asnjë relevancë politike. Prej kohësh faktor të rëndësishëm europian dhe partner të fuqive të mëdha perëndimore kanë mbështetur hapur çdo përpjekje apo ide të kritikëve kundërshtarëve dhe antagonistëve të regjimit të Edi Ramës. Protesta e flamingove, sidomos gjatë 2 javëve të para, ka ecur përpara me një shtytje të fortë nga europianët dhe në veçanti nga Gjermania. Të tjerët vetëm kaq kanë në dorë, të ndihmojnë zërat dhe idetë opozitare. Ata nuk mund ta zëvendësojnë pushtetin. Europa dhe faktorë të rëndësishëm perëndimor si mediat, grupet, politikanët, gazetarët dhe ekspertët e kanë bërë të ditur se Edi Rama ka mbaruar. Ai është politikisht i vdekur. Ky fakt tashmë është konfirmuar. Problemi është se ndërsa ne kemi kufomo në dhomë, shoqëria, intelektualët, faktorët dhe aktorët e saj duhet të varrosin të vdekurit dhe të mendojnë për ditën e nesërme. Jo të kalojnë kohën duke folur, siç ndodh rëndom me gojdhëna për trimëritë e treguara karshi kufomës. Fjala lapidare e Biblës është më universale se kurrë, të vdekurit me të vdekurit, të gjallët me të gjallët. Politikisht situata është shumë e qartë. Si Edi Rama dhe Sali Berisha, ashtu edhe përfaqësuesit e sistemit të vjetër po sforcohen si zombi duke tejkaluar dialektikën. Në realitet asnjë narrative tyre nuk ka kuptim përveç se si nostalgji, kujtim, inat, mllef apo hakmarrje që e mbyll trurin dhe nuk lejon të mendosh për të nesërmen pa fantazma. Revolucioni i flamingove pas 14 ditëve të kulmit të tij u kthye në një të pame të gjatë për të vdekurit. Në çdo religjion, që nga besimet e lashta deri te fet monoteiste, të vdekurit kanë maksimumi një ditë të tyre ose siç e kemi ne maksimumi 40 ditë. Me marimin e të 40-tave, duhet menduar për jetën dhe për të gjallët pa e kthyer kokën pas. Si Edi Rama ashtu edhe Sali Berisha në burg apo jo e kanë mbyllur politikisht misionin e tyre, kanë vdekur. Rama po përpiqet me mjeshtrit kthehet në protagonist të betejës me flamingot për të dukur si luftëtari atyre që e duan, kanë interesa apo kanë nostalgji për të. Ai nuk mund ta shtyjë gjatë, nuk do të kalojnë 2 muaj dhe dikush i rëndësishëm, qoftë SPAK, qoftë Europa, do t'i vi për qok në mënyrën e vet për krye shëndosh. Amerika, Europa, Perëndimi apo të huajt nuk mund të zgjedhin se kush do ta drejtojë vendin pas Edi Ramës. Ato duhet ta zgjedhin shqiptarët, të cilët nuk duhet ta mbajnë mendjen te të vdekurit që ikën, por te të gjallët që do të vinë.